Jemi rikthyer në spektaklin më të madh, Big Nanat e VIP-ve. Do të ketë shumë befasi, do të ketë gjëra të bukura sonte. Tërë javën na kanë bërë shumë kurreshtar. Vetëm ata i shikojmë. Kunati i madh ka edhe vërejtje, po ka edhe shumë detyra për ata. Regjia sigurisht ma keni siguru që nuk po më dëgjojnë banorët, Kërejt për njësh, për na kena bu atje në marveshin, kur kena hi këtu, mja bu më teraturit rafsh kishës për njësh. Mirë. Banor, si keni kalu? A jeni mirë? A jeni shumë mirë? E pse? Mirë, nuk besoj që jeni shumë mirë. Sigurisht po kaloni shumë mirë në këtë shtëpi të jashtëzakonshme. Diçka që se keni parë më parë, edhe mos harroni, kunati i madh ka shumë detyra për ju dhe ju ato absolutisht duhet të realizoni në mënyrë që të realizoni buxhetin tuaj. Nëse ai ju thot, keni më shku në krye keni më shku. Qyqe, qarë krye? Vallaj, në këtë shpinë si zoj të ri, palirita në krye, jo. Mirë, dëgjoni, sigurisht se nuk do t'ju thot asë në krye, asë në kokër shpinës, por kunati i madh, ju ka vëzhgu me kujdesin më të madh. Dhe për në vazhdim, gjithsesi prej këtij momenti, ju e keni një detyrë të përcaktuar prej tij. Secilin nga ju do të imitoni ndonjë gjë, ndonjë kafshë, ndonjë shpend, diçka. Andaj fillojmë pa humbur kohë. Magi, si je Magi? Mirë, si jete a jemi. Mirë, Magi, ti je para. Unë e para? Nuk je para, je e dyta. Ti e i pari, unë e dyta. Po. Hajde Magi, ta shohim imitimin tënd. Kështë të tëna po me monë qukët. Po mësu ma me qukët tua. Ha? Po? Apo mëse? Po? Qka po bon kështu? Qani e bu një shurën. Në falë që të në këtë gjëmë të më kam. Fjalorin, po pra. E ka bu urinën. Mirë Magi, mirë, falimderit, po e marrim si të qenë. Sa unë e vendin ta? Karica! Po, Arbana, din, te, naim. Hajde, inshallah, ma në fund po e gjenë. Hajde Karica, qa na ke pregaditit, qa do të bësh? Ha? Qka është kjo? Shka është? Plum. Po qfar plumi kjo kështu cop? Se mëra s'ki pas njerë plum të cofa? Jo, pesojmë që ta. Mirë, e marim si qenë, theu në dhomën e ndenës, theu të banor tjerë, hecim tutje. Hamdije, ije. Hajtë të shojnë ti? Unë e kam vendos me imitu pulan. Qka zgjatër që ta në fund? O, keshtu e bu një vo. Mirë, po e marrim si të mbaruar. Vazhdojmë tutje me Nonën e Qingjit. Nona e Qingjit? Përshëndetje, zotrinajm. Me që atje të fillimi isha Qingji vogël, tash kom vendos me bu grune gomarit. Po? Gomaricën për i bjen? Po, qajo se se gjesha fjallë, nejse. Okej. I, o. Qa është kjo? Gruja gomarit, da? Gruja gomarit? Gomarica? Po, ajo. Valla në kofë që kjo gomarica, atëherë qaj që aty që pesho me kapoq veç kali. Sa unë e vendin tanë? Eci me Sherin. Mon Sheri. Këtë java, ta ka thy dikush? Hala s'ma ka thy kërkush, ish po mdo këtë që unë e du mja u thy krejve. Unë me nova që e në pritje. Qka është kjo?
Çka është naim? Kali? Nejse në këtë rast pela. Mirë. Aj, po marrim si këto. Okej, në rregull. Ha, si duket ka mbeti i fundit. Knusi, Gjeli, i shtëpis, meraklia i nonave. Kalem Jaroni, hajde kalem. Va, ja si hyn. One për ta luj fenën. Fenën për luj. Që bile për këthejna për te, që me po ma mirë se ta në thusë të ke ma. Po s'po e ni? Kja veç pihet, nuk nihet. Apo ki qef me ni? Po, hajde. E kjo? Kja nuk pihet, kja veç zurën banë. Me ke kinash. Apo dal mo, apo lëmë që ka Të notarë, më ke kujde. Po kalojmë në një moment ma interesant. Banor! Yje! Nysa! Nona! A keni harru diqka? Ani a keni bo? Ani a pe boni? E qka keni bo? A do ta këndoni? Yes. Me publikun që ju pret me shumë duar trokitje, kënga e realizuar, po keni kujdes. Me këtë, duhet ta realizoni buxhetin të cilin për javën që vjen e keni veç -20, sepse s'keni realizuar asgjë. Vetë duni me bjell, vetë duni me punu, vetë duni me gatu, dilni, shkoni ka doni, vetëm vetë buxhetin e realizoni. Atëherë kënga! Nuk e di që shapuna se ti mu po më thirë. A pësheh që jëm plak, hiq nuk po muna. Plut në zoti, prej te je përuhna. Tash prej te po dukesh, I've got big money. Moti kom haru, fjallën maj hani. Ta shok ka met, veç buja ka buja. Drejt që si tu i hong, picture bëth. Monika tile, ma se shnaj. Monika tile, ma bova se shnaj shtrive. Monika tile, ma bova se shnaj. Monika tile, ma bova se shnaj shtrive. Atmosferë fantastike. Ismet, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si e Ismet? Mirë, shumë mirë. Si shkoj ky vit? Mirë shumë, një vit pas. Afro e pak ma afër. Një vit pas këtyre 2 viteve të lodhshme të pandemisë, një vit e emre. Kjo ma mirë, shumë më mirë, ha? Po zakonisht e mira dihet kur pason pas të keqes. Inshallah i ndriçon ky vit që po vjen, ëndrat tuaja, kështu e kanë fillu të reja, perspektiven tënde, të fëmijëve, të familjes. Besoj ke kalu te tash atmosferë mirë, po zakonisht mirë, edhe këtu një ambient i shkëlqyshëm, i mrekullueshëm. Tamam vit i ri. Tamam një vit i ri, tamam një përcjellje e mirë, e këndshme e një viti të vjetër. Urojmë që viti i ardhshëm të jetë edhe më i mirë se ky që gëzuar. Gëzuar gjithashtu. Duar trokitjet e botës, na dhe publikut gjithë do t'japin për ty, Ismet dhe Xhepi. Skena për ty.